për kryetari i Partisë Demokratike Ibsen Elezi ka patur një takim me demokratët e qytetit të Lushnjës. Në takimin e organizuar në zyrat e Partisë Demokratike Lushnjë, kandidati që konkuron përballë liderit historik të Partisë Demokratike zotit Berisha shpalosi vizionin e tij për një parti e cila synon të bashkojë vlerat dhe mendjet më të mira të antarësisë së saj për të qenë garante fjalës së lirë dhe aksionit politik për të sfiduar pozitën e sotme. Zoti Elezi pasi shpalosi idetë e programit të subjektit që përfaqësoni u përgjigj edhe pyetjeve të pjesëmarrësve. Në prononcimin e tij për televizionin 4+, zoti Elezi tha se është e vështirë të fitosh përballë Berishës dhe se ka mbetur i kënaqur nga debati konstruktiv me antarët e Partisë Demokratike Lushnjë, të cilët i cilësoi me më shumë bagazh se sa këshilli kombëtar i Partisë Demokratike. Unë kam pas çështje modeli edhe nëse kam pas kundërshtime doktorin e kam pas të modeli. Modeli përfshin gjithë bashkësia e rregullave dhe ajo çfarë ndodh mekanizmi që ngren, që provon në Parti Demokratike, qoftë drejtues, por provon edhe struktura eficiente për të përballuar kundërshtarin. Unë kam thënë është e vështirë për dy arsye, përse fakti që Sali Berisha është një statur që vjen nga një drejtim politik 30 vjeçar, patjetër që është e vështirë, dhe e dyta për shkak sepse unë nuk i kam ato avantazhe që i ka pas zoti Berisha, që të komunikoj që kaq kohë 3-4-6 muaj me opinionin publik dhe me demokrat. Fakti që unë kam afat shumë të shkurtër dhe kjo nuk më bën mundur. Vi Lushnjë që nuk është dot në shumë rrethë dhe takimi i sotëm Lushnjë për shembull e tregon fare mirë, që është një takim smirëfillti që i vlen demokracisë brenda Partisë Demokratike, se diskutohet për gjëra shumë konkrete dhe shumë reale dhe njerëzit janë në një nivel që nuk mund ta nashkalojnë dhe mos merren konsiderat. Për shembull, tu unë pash një nivel që besoj nuk e gjen Këshilli Kombëtar të Partisë Demokratike. Me thënë drejtën befasoj. Kjo është për të vlerësuar. Me këto dhe demokratës për shembull në këtë nivel që unë shoh këtu, ku diskuton në mënyrë profesionale e ke shumë të lehtë ndërtosh një strukturë fituese, Bashkinë e Lushnjës në të ardhmen apo për bashkinë për zgjedhjet qendrore. Kjo është arsye pse unë kam qenë një betejë të vështirë. Nuk kam kohë, s'kam mjetet, por gjithsesi unë kam hyrë që të jap modelin tim, sa ta gjykojnë demokratët, ta vlerësojnë. Në takim merren pjesë drejtues të strukturave të Partisë Demokratike Lushnjë dhe Divjak.